يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى ما يتنبجدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويبسل دار كان يفريق الله سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Dhe largohni prej kamatës nëse jeni besimtar. Fe ilem të falu, nëse nuk largohni prej kamatës, fe edhenum bi harbin min Allahi wa Rasulih. Dine se I bashkon luft juve Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O I tubtum felakum ru'usa amwalikum, nëse pendoheni për kamatën që keni dhënë ose që keni marrë, juve takon ajo çfarë sa keni dhënë ose çfarë sa keni marrë, çfarë keni më shumë, jo, se shtesa është kamatë. La tublimuna wa la tublimun. Në këtë mënyrë as nuk I bëni zullum tjerëve, as tjerë nuk I bëni zullum juve. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Nëse ati që I kene dhënë bërg, I ka punë të keq, I ka punë të ngusht, I ka punë vështirë, shtyja një afatin. Pa në të saddeku khairun lakum, edhe me afal krejt, me dhënë sadaka krejt, borgjën është haram ma mirë, in kuntum ta'lemun, nëse e dini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Keni frikë ditës në të cilën keni mukthite Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. A ditë se cili ka me marrë atë çka ka punuar. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala nuk I bën padrejti kërkuj. Në fillim të ajetit Allah subhanahu wa ta'ala u drejtohet besimtarëve, keni frikë Allahut. Ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu. O ju besimtar, keni frikë Allahut. Frika më e mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala është kur robi kryen farzët edhe largohet prej harameve. Kjo është frika e vërtetë. E takwa që ka përmend Ibn Qayyim Allahu pas më shëru, është devotshmëri, është me I krye obligimet edhe në largu prej harameve. Kush është I devotshëm? I devotshëm ai është që I kryen farzët, detyrimet. E fal namazin, agjëron Ramazanin, kryen haxh nëse ka mundësi, jep zakat nëse ka mundësi, dhe largohet prej harameve të mëdha, kjo është I devotshëm. Kjo është devotshmëria. O besimtar, ittaqullah. Bëni të devotshëm, keni frikë Allahut subhanahu wa taala, kryeni obligimet, largoni prej ndalesave. Wa dharu ma baqiya min ar-riba. Heqni dorë nga kamata. Atëherë kur ta zbrit ajet, njerëzit kishin marrë kamat, edhe kishin marrë kamat. Pejgamberi Allah subhanahu wa taala I kërkoi me hiq dorë nga kamata. Dhe sahabët kanë heqë dorë të gjithë. Nëse I dhënë dikujt parë me kamat, heq dorë nga shtesa. Që është parë se e ke dhënë që ka me t'i kthy. Ama shtesi jap. Shtesën e ndaloi Allah subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Heqni dorë nga kamata nëse jeni besimtar. Për shkak se kushdo që nuk e llogarit kamatën të ndaluar haram, ai nuk është besimtar. Kushdo që nuk e llogarit kamatën haram,
nuk është musliman. Fa illam taf'alu, nëse nuk heshni dorë prej kamatës, fa'dhanu biharbin min Allahi wa Rasulih, dijeni se keni hyrë luftë me Allah dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk heshni dorë nga kamata, jona llogaritë të kamatës halal, për shkak se llogaritë të lejuar është nxjerrje nga feja, por duke llogaritë të ndaluar, por duke e marrë kamatën, fa'dhanu biharbin min Allahi wa Rasulih, dini se keni hyrë luftë me Allah edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ç'është luftë për iman? Përmendëm desha kalum hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në ditën e Kiametit atij i cili me largu nuk ka hedhur dorë prej kamatës, Allah subhanahu wa taala ka me aqu melekt, me adhon shpatët, e në prazmorën, dhe në thonë hajde se ki me luftu. A i thotë, nuk me luftu, ki me luftu me Allah. Se s'ke hek dorë për kamatës. Ka thonë Allah, kush nuk hek dorë për kamatës, ka me hi luft me Allah. A dhe tash me luftu të Kiametit me Allah. Kush lufton me Allah? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Edhe nëse përdorni për kamatës, që ato që i kine dhonë, qatë se i kine dhonë ka mjëfty, ato e të mbërgjë t'juve. Nëse dikush para se me të ditë se kamata është ndalume, e ka dhonë dikuj, shembull 10.000 euro kamat, për me aktive 20.000, ose për me aktive 19.000, ai ka më marë veç që ato se e ka lejume, që ato që e ka dhonë, ama nuk ka më marë më shumë. Po e në të bëtu, nëse heshni dorë, falakum ru'usu amwalikum. Juve i takon se është lugja qatë sa kime dhonë, por shtesa si takon. La problemun, por e mërni me që ato që ju ka takua, as nuk i bënë zëllëm ative që i kine dhonë, as nuk i bënë zëllëm juve. Se ative që i kine dhonë, i mërni qatë sa kime dhonë, s'ka zëllëm, s'ka padresi. Edhe ju, mërni qatë sa kime dhonë, s'ka zëllum, s'ka padresi. La të oblemune, o la të oblemune. Nuk i bërë të dërsia sa t'i kasuve. O e interne dhe ostratin të nëve dhe të mbila në istare. Por nëse dikush për musliman dhe që i kine dhe në bërgjë, e ka fund në mushkë, ka ardhë koha me dhe në bërgjë, a i s'mon me dhe, është mirë me vazhdua fati. Nëse dikush për muslimanve, i ka dhënë dikuj bërgjë, me afat një mujtit. Mas një muje, vjera që ka marrë bërgjë. Valloj, nuk ko mujt me t'i pëparët. A bon me më shtyja fatin e dhe t'jo. Ko shka mundësi është mirë me ashty. Po në të saddeku khairu lëkum, edhe me afal krejta një është haram më mirë. Dhe Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asë jenë hadithe, ko shë falë bërgjën, ka shumë e mirë. Ta ka me falë Allah subhanahu wa taala ditë në Kiametit. Jo me afal atina që i marrë të me këthyja, në t'i këtër. Por nëse dikush ka marrë bërgjë, edhe përpjeket me këthyje, s'mon me këthyje, ka përqit mund, ka shku puna shumë të mrapa, ka shumë musht, edhe të bërsh të t'i ka, së t'i këtër, përpjeket, falë Allah, falë se kjo, nëse je falë, në të saddeku, khairu lekum, in kuntum ta'lemun, nëse je falë, është më mirë për juve. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. A nuk dëshironi që dhe juve, Allah subhanahu wa taala me falë gjunat. Në disa transmetime, kur robi falë, Allah subhanahu wa taala e thënë ditën e Kiametit, unë jam më falë se sa ti, e falë. Më shumë këta, se sa ju ka falë tjerëve. Me që ti ke falë tjerë, edhe ty Allah subhanahu wa taala falë. Për të ku jo në të rëgjëron me të i Allah. Dhe kemi frikë, asaj frikë që keni mundit të Allah. Që aty të në pas menime. Besimtari, njëtën e dhe krejt duhet më lëgarit, qëka ka me thonë Allah ditën e Kiametit. Për që të vefa. Nuk të më përmës shumë këtë dyna, shka më thërë njëtën e shka mbojna që shkush që është e jo. Duhet me o përmës për veprat e tona. Allah që kemi thonë. Se aty kemi me thonë lëgarit.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Keni frikë ditës në të cilën keni më kthy te Allahu. Se aty keni më marrë në pyetje për gjitha veprimet tona. Edhe për të këqijat është dënimi, për të mirat është shpërblim. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Krejt çka kena bë, kanë na dalë ditën e kiametit para Allahut subhanahu wa taala. Krejt çka kena vepruar. Edhe që këna folë, edhe gjithë çka që ka pas me neve, gjitha kanë në qitë Allah subhanahu wa taala përpara. Edhe ka më në pytë, a i kini ba qëtu, s'mund me thonë se kina ba. O la jomë në shërë nuk e hadë, Allah si bënë për dresi kërkuj, por vetë veprat e tona kanë më konë ato. O hum la i dhëmun, edhe atite Allah subhanahu wa taala në ke bënë për dresi kërkona. Kërë sakë, që është të qush e kini ba. Kjo është ajeti I fundit që ka zbritur Kur'ani sipas mendimit të shumicës dietarëve të Kur'anit. Ajeti I fundit që ka zbritur Kur'ani është ky: "Po te ku jo mund të shëroni frikë Allah." Keni frikë ditës kur keni mëkyrë të Allahut. Thonë të vërsa kullu nefsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Secili ka me gjetë veprimet e veta që I ka bërë dhe kërkojnë Allahu subhanahu wa taala në të padresi. Por Allahu ta'ala wastaghfirullaha li wa lakum. يستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور